Gjykata kushtetuese ka marrë sot një vendim me ndikim të drejtë për drejtë në skenën politike, duke rikthyer në detyrë zëvendëskryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Me shumicë votash, gjyqtarët kushtetues rrëzuan masën e pezullimit të vendosur më herët nga GJKK, duke argumentuar se kjo masë ka cënuar garancitë kushtetuese të funksionarëve të lartë të qeverisë. Me vendimin e bërë publik, kushtetuesja thekson se pezullimi i Ballukut përbën një akt që prek imunitetin e një antari të Këshillit të Ministrave, si dhe prishjen e balancave të ndarjes së pushteteve, duke ndërhyrë në kompetencat që kushtetuta i njeh qartë ekzekutivit në institucionet përkatëse që emërojnë ministrat. Për këtë arsye, gjykata vendosi të shfuqizojë menjëherë këtë masë, ndërsa vendimi do të publikohet në fletoren zyrtare. Në të njëjtën kohë, kushtetuesja pranoi kërkesën e qeverisë për të shqyrtuar në themel ligjshmërinë e pezullimit dhe gjithë procedurës së ndjekur ndaj ministres. Balluku u pezullua pas marrjes së statusit të pandehur për tenderin 190 milion euro të tunelit të Llogaras dhe dyshohet gjithashtu për tenderin 20 milion euro të lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Sipas PAK, për të dy procedurat me vlerë totale 210 milion euro, ajo ka ndërhyrë në proces dhe ka përcaktuar fituesit e garës. Megjithatë, me vendimin e sotëm, Belinda Balluku rikthehet zyrtarisht në detyrë, ndërsa hetimet e SPAK-ut vijojnë paralelisht. Situata pritet të sjellë reagime të tjera, si në rrafshin politik ashtu edhe në atë institucional, teksa debati mbi kufitë e kompetencave ndërmjet gjykatave dhe ekzekutivit mbetet i hapur.